Një policë gjyqësori dhe një korrier gjykate përfundojnë të arrestuar pasi kanë pranuar mito për një punë që i kanë kryer një personi të dënuar me qëllim lirimin e këtij të fundit. Sipas njoftimit të prokurorisë të dyshuarit, një oficer policie gjyqësore dhe një korrier nga gjykata themelore penale e Shkupit në periudhën nga gushti 2025 deri më 7 prill 2026 kanë marrë drejt për drejt një shpërblim në shumën prej 500 eurosh dhe 60.000 denarësh nga një dëshmitar për ndërmjetësimin e oficerit të policisë gjyqësore në gjykatat më të larta me qëllim marrjen e një vendimi lirimi. Dëshmitari i cili paraqiti ankesë kundër një vendimi të shkallës së parë në të cilin u shpall fajtor dhe u dënua me 1 vit burg, kontaktoi me kurrierin e dyshuar përmes një ftimi, i cili e referoi atë tek oficeri i policisë gjyqësore si një person që mund të ndërmjetësonte. Oficeri i policisë gjyqësore, i cili ishte paraqitur si një person që ka punuar në gjykatë për shumë vite dhe ka kontakte me gjyqtar në të gjitha nivelet, mund të kërkojë që vendimi të zëvendësohet me një vendim lirimi. I bindur për ndikimin e tij, dëshmitari dorëzoi 500 euro personit që kryente dorëzimin në vitin 2025, në mënyrë që ato t'i dorëzoheshin nëpërmjet oficerit të policisë gjyqësore, një gjyqtari nga gjykata e apelit të Shkupit, i cili do të jepte një vendim lirimi nga akuzat. Gjatë vitit 2026, dëshmitari i pagoi oficerit të dyshuar të policisë gjyqësore 30.000 denar si shpërblim për ndërmjetësim. Pasi gjykata e apelit në Shkup konfirmoi vendimin e shkallës së parë, dëshmitari, përmes avokatit të tij mbrojtës, paraqiti një mjet të jashtëzakonshëm juridik para Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Më 7 prill të këtij viti, dëshmitari i pagoi oficerit të dyshuar të policisë edhe 30.000 denar si shpërblim për gjëra ndërmjetësimin para gjyqtarëve të Gjykatës Supreme, të cilët do të vendosnin për procedurën.